Indri Tuci është rikthyer në fushë si titullar për Kayserispori ndërsa u luajt ndeshje e vlefshme për Kupën e Turqisë. Tuci zhbllokoi takimin në minutën e 3. Sulmuesi kombëtares është i huazuar nga Sparta e Pragës te Kayserispori në Turqi, te klubi turk e ka golin e tij të dytë pas atij që kishte shënuar në kampionat. 25 vjeçari kaloi disa vështirësi në Çeki pasi kaloi dëmtimin e rënd. Tuci preferohej më tepër tek ekipi B, ndërsa transferimi në Turqi u krye për të patur më tepër hapësira.